30 tetor. Rreziku i shkarjes. Prandaj, aq më shumë duhet të kushtojmë vëmendje atyre që dëgjuam, që të mos shkasim ndonjëherë nga rruga. Hebrejve 2:1. Të gjithë njohim njerëz që u ka ndodhur kjo gjë. Ata nuk tregojnë asnjë lloj urgjence, nuk kanë vigjilencë, nuk dëgjojnë me përqendrim, as konsiderojnë e as i ngulin sytë e tyre te Jezusi. Rezultati nuk ka qenë qëndrimi në vend, por shkarja. Kjo është ideja që theksohet këtu. Nuk ka qëndrim në vend. Jeta e kësaj bote nuk është një liçen. Ajo është një lum i cili rrjedh ta pjetë drejt shkatërimit. Nëse nuk e dëgjon me zell Jezusin dhe ta konsiderosh atë çdo ditë, duke i ngulur sytë tek ai në çdo çast, atëherë nuk do të qëndrosh në vend. Do të shkosh pas. Do të pluskosh larg nga Krishti. Të shkasësh është diçka vdekje pruese në jetën e krishterë. Sipas Hebrejve 2:1, zgjidhja është: kushtoi vëmendje asaj që ke dëgjuar. Do me thënë, konsidero atë që Perëndia po thot në birin e tij Jezusin. Nguli sytë e tu në atë që Perëndia po thot dhe po bën në birin e Perëndis, Jezu Krishtin. Ky nuk është një stil noti i vështirë për të mësuar. E vetmja gjë që na pengon për të notuar kundër kulturës mëkatare nuk është vështirësia e notit, por dëshira jonë mëkatare për të shkuar me rrjedhën. Le të mos ankohemi që Perëndia na ka dhënë një punë të vështirë. Dëgjo, konsidero, nguli syt. Nuk do ta quaje këtë një përshkrim pune të rëndë. Në fakt, ky nuk është një përshkrim pune. Kjo është një ftesë solemne për të qenë i kënaqur në Jezusin, në mënyrë që të mos joshemi për të shkuar tatpjet me rrymën nga dëshirat mashtruese. Nëse jeta jote është duke shkarë sot, një nga shenjat që të jep shpresë se ke lindur sërish është dhimbja që ndjen si pasojë e kësaj, dhe gjithashtu ndjen një dëshirë në rritje që t'i kthesh sytë te Jezusi, ta konsiderosh atë, ta dëgjosh atë gjatë ditëve, muajve dhe viteve që do të vinë.